Vendosja e sinjalistikës në të gjitha shtigjet e frekuentuara nga turistët vendosë të huaj mbetet një prioritet me qëllim parandalimin e rasteve të humbjes së vizitorëve në zonat malore dhe turistike. Pushteti vendor duhet të ndërhyjë për zgjidhjen e kësaj problematike, ndërsa dhe gujda turistike kanë një rol të rëndësishëm në përcjelljen e informacioneve të detajuara dhe të sakta për turistët, si në sensibilizimin përmes mediave ashtu edhe në rrjetet sociale. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile në Vlorë, Liliana Hasani, thekson se kjo problematikë kërkon një zgjidhje të shpejtë. Sipas tij, gjithçka duhet nisë nga pushteti vendor, pasi vendosja e sinjalistikës ndihmon drejt për së drejti në minimizimin e rasteve të humbjes së turistëve dhe në rritjen e sigurisë në shtigjet turistike. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Pra, këtë informim duhet të bëhet në media, duhet të bëhet në të gjitha portalet që funksionojnë sot, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe njerëzit i shikojnë dhe i ndjekin, po kështu është e rëndësishme edhe për ata që bëjnë guidën, të cilët hedhin shtigje online, duhet të përshkruajnë cilësitë e shtegut, duke vënë brenda edhe vështirësitë që ka, edhe momentet e rrezikut dhe jetë cila do të ndihmonte turistët. Po flasim për jugun, pra po flasim për malsinë e Vlorës, Llabris deri në kufi me Gjirokastër. Nga malet më të vështira është që paraqesin rrezik janë malet e Çipinit, siç janë si Margmal, Çipini Madh, Çipini Bolenës, është po ashtu mali Çekut. Në këto shkallë vështirësi e futet edhe Çika, edhe pse është shumë i vizituar nga turistët me gujid apo pa gujid, sepse shtegu është i afër, por ajo gjithmonë paraqet rrezik. Vetëm gjatë javëve të fundit janë regjistruar disa raste problematike në humbjen e turistëve në zona të ndryshme të vendit, duke rikthyer në vëmendje nevojën për përmirësimin e infrastrukturës orientuese dhe forcimin e masave parandaluese.